Në Ripç i Këmbës. Ripç i Këmbës. Po, kishte edhe një fjallë tjetër. Për qëtë video po flasë, që kjo ka ndodhë në Pogradet. Nushi, nënës. Nënës të dasmës. Një pjesë e publikut e ka qujtë kogja fun edhe e ka pa si pjesë mirë ose si modernizim edhe një palë tjetër, një pjesë tjetër e publikut e ka pa si turp edhe si degradimi i zakoneve tona. Tash, që kjo video po shqie që ka shumë fani, as modernizim, as po mdo këtë degradim, mu po mdo këtë shumë fani, që do me thonë se nëse e kish bo për me, mu do pak ma moderna, po kuptojnë, edhe pozicioni kish me qenë pak ma seksi, kur ja ka kopë qatë farë. Jo bre, as fani s'po mdokët. Jo bre. Me qatë farë mendimi ki për që... A bëm brena thjesht me konë normal. As me qato traditat e para 100 vjeqve. As me qito me bo një darsëm normale bre. Pasha zotin që kjo për mu as fani nuk është. është bash degradim. Për mu që kjo pamje, unë me qenë musafiren që a darsëm, nështë ta pak isha gërdit. Dëgjëm, kjo është rituali vjetër 600 vjetë. Dhe i Anglisë dhe Francës. Edhe në përëndim këto bohën. Po s'jena brena... Kisha për ritual 500 vjetë, 600 vjetë e 9, thash veç e paramenuva gjyshit tem të i gjyshës. Kishte fjallë shqip. Kishte fjallë shqip. Ripç i Këmbës ose Jarpnik. Apo na kalzoni sa shpro qa po keshni. Hajtë se veç në dy asim. Me mu, se kjo tha tradit 500-600 vjeqare, edhe se kryti, unë e thash kishët e na u konë që ke tradit veç e paramenuva gjyshin tem, të i gjyshës tem qashtë, tërshedhëm shkun. Të kalësaj. Hori shumë bo aty, me defa, përdin të i knu se s'ka pas muzik live, e tash paramenoj një qësi situate, tradicionale, ato të knu, me defa, aj të ja marë qështu ato. Ama kjo që si adeti, se këtë ja gjujnë beqarve dhe kushe mërinë si... Si në vend të luleve? Nuk e di, nuk po pëlqen, sidomos në një darsëm shqiptare. Unë s'jom as pro këtyne zakoneve tona, dimjave, dalamave, jo, absolutisht. Ju them, jo, si kom vesh as për veti kur njët, dhe bëj apel të mos veshën se s'po do kënë as bukur. Ato si janë shqiptare, ato turke. Bile që po thot gjeki. Ama ka veshën tradicionale shqiptare që... Jo, veshën shqiptare. Ama jo, dimja, dalamat ato me asi krasi aeroplana, që ato nuset mas me... Airlines. Me hi pak si, o, në ashtu që mësë më rok me njona tjetën. Ama as që kjo veç me modernën s'ka të bëj. Ja, që ke moderne po. Jo, as moderne. Se unë e ceka, që nëse këshdash mu dok moderne, a vëdim, berem të pak të në kjo gruja, ishdash me pas një pozit pak ma seksi, jo ajmi i kejt në rvençanicës, po dhe ta pja merë brekta që apo bënë, ato brena me kry, apo kuptojnë se pak... Se edhës pak e fresh, pak ma lojnë, seriosisht. Kom rrisë për reklamës të kesh me këtë mundës për mujë. Po dhe, ja si e tu e po që shështu e shti krytu, në spedi shka tu dash me dojnë që një panale. Hina to, po edhe me rujt privatësine... Jo, pas ma rujt e ma ose privatësi, ose letëgħelja jo thjeshtë në të par rripqet që po do të gjekë. Vondër su dollë me letë të musaferë, ta bedem. Se ka bo dhe qitë pikë me shku modernizime, do me thonë. Jo, dhe ishtu jo, me Milaimi nuk e keni përjetu që pjesa, me rrypa jo. Drenica nuk e ka dasmë të madhe, më falë. Ne kisha dasmë shumë të madhe, kisha do me thënë gjithë trojet e shqiptaris në dasëm tem. Nonën nga Kolonja, babin Elbasalli, burrin Kosovar, Krushit Kamas, do me thënë gjitha vera. Ta ma më puna, unë e me pas bokët, vetëmin keks modern që kena bo, dhëndrin e kena qitë me knu. Qaj që kena bo. Ka knu Milaimi në... Po, si probleme se s'kum po kësi darës ma ragadum heq, na veç kena vendos mu martu, edhe e kena bo një darësëm në shpem, Banesun edhe Simoni. Njejtë kom përfundu edhe onë, edhe ata veç pëse na kanë zonë Covid-i, edhe na u ka anullu dasma, për shemë. Jo, valoj, na veç se bu ka do budalakimi Arxhunja 20-30 euro. Ne jetë isha me qira, për normale, një darësëm, ti mbledh njerë se afërt, pa egzageru me 500 musafir që një 450 për tyne. Dhe që të shojnë, nuk i nje, nuk i ke pa nështë ta që 5-6 vite, nuk e din kush janë edhe ku... Ua, ma Artione, veç edhe ka dasma të mdoja, bre, ka familje të mdoja që nuk e ki
e kime pa tjetër Jo, 500 veta nuk i miftu. kikun familje. Qërë unë e performoj Unë e në kom kërë familje 500 Veta në veta. familje juve që kim familje, kim shoqni, kim familjen Unë e performoj familja në familjen Familja jem, ka baba jem, jo 9 fëmijë. Do me thonë, i kam 4 gjallar, edhe i kam 3 hala të gjalla dhe 1 të vdekur. Edhe tash, do me thonë, shumë ka lavlak, shumë fëmijë. Po, a do me thonë, një thirë krejt që ata fëmijët e halave që ti që s'ke pa që dhe Nëse tjere. ja, nuk është arsysh me mos mi thirë, se është halla, është familja. Halën po, nuk tash Pre, na nëse edhe në Po, përdosma, Arsion, nëse na edhe në përdosma nuk po takojme ku po mbet që këtë takime, apo takojme dhe për qef. Jo, breza, takojme për qef. E ke dhe... Realisht. Është problemi. Unë e performoj në përdarsma Ra vetë. ky morte u pam, përdasma e përdeka në shifen njerëzit me zbrit. Unë e performoj në përdarsma vetë edhe jam shumë in në përdarsma. Do me thonë gjithë sezon, une me bashkëshortin jemi që shkojmë ju bo surprizë qiftit me ka një stand-up komedit vogël që e bojmë për ta. Ka darsma që për një me të rritët ymri që thonë shqip kështu është shumë e madhe, dejmë 500 veta, po të rritët ymri me pa qëfar atmosfere bot mrena që krejt valzojnë. Po ka si dëshprimi që gjysa vinë që aty të lodhë se kjo sezona e ka dhe një sen. Ta është ndodhë një familje karë prej gurbetit. Aj, veç një javë më në pa darsma dhe po lodhen, plus nëzeti e bënd vetën, plus obligime, po këta e marrin obligim se edhe unë e pajtona që në qëfë se nuk takona me një familjar pak ma të larkë edhe ndarsëm, atëre po shkëput mi krejt. A din qysh, është problemi që krejt ata që po thute që qohën këcen të ata kallin krejt atmosferën ndarsëm, nesër mën kur qohën pak edhe ju dhem kryt se kam të shumë dhe anisin, mullit e muzika, ushqimi ke katastrofë, aja pe asaj fustanin, i kish bosi shtyr a te bojna një darsëm normale, moderne normale. I kesht, në popullin shqiptar je gjithqysh. Edhe pa darsma. Të kesh, Po dhe na po kesh krejt kesht, edhe për shumë po keshin veta ka me thonë si ka pas rane, të bëni me një veta. Po hajde të mbjedhim një ratë që na e donë zemra bre. Dhe isha të premte në një dasëm të atil, si që po thut ty dhe më thënë, ishte një kolege jona, ish kolege jona që është martuar me një qytetar të Gjermanis, dasëm ma e bukur, ma e përthekume, dhe më thënë maksimumi ishin 80 veta, jo ma shumë. Rritoj më këthyë. Unë e po të kalzoj vetë, unë e kisha apritu dhe me më thirë me një darsëm me 80 veta. Se nëse shkojnë darsëm, kom qef me pas një darsëm me shumë njerëz, me atmosferë. O, ti atmosfera që u kona ty nuk e den. Atmosferën sa njerëz. Nuk e den se shoqënia ishte qasi niveli. Mundet mu bo një najtë që shoqënia ishte në qasi niveli që nuk janë ullë një sekundë në karige. Po, ama ma kjo është, po më thamë, që është e shiesh. Unë personalisht s'kësha pas qefas me më thirë. Super nivel. Unë kom qefas me më thirë me një darsëm shumë të madhe. Edhe që tash e kam një darsëm shumë të madhe, mënzi po pres me shku. Me shku me kallë. Kërkër së më thirë në darsëm. Une që jam shku me punë në stop edhe më ka ndodhë mi pas në të 72 dhe në 3 mrena natës edhe kom frekuentu shumë shpejt për një onës në tjetërën, pak mu kanë gërdit, po ka prej aty në dasmave që me të vërtet shkoj si artiste me performu, edhe i thëm, ka një herë atë rimbre veç edhe pak se shumë atmosfera, se unë kom qef me këty shumë, atmosfera shumë e mirë, këtu krejt edhe më varet mandina edhe prej muzikës, varet edhe shumë prej këngëtarve, se ata janë ata që e silin atmosferën, po më varet edhe prej musafirve, po të thëmë, sa ma Sevdali, qa është ma mirë, po unë jam pro, veç nuk jam pro, pajtona me Ardianën me dalë jashtë qytyne konteksteve që si na mësus, na u ka mësus synimi po, darsmat na për një me kina botë shyratshme edhe për para luftës, kur kanë egzistu një gjenerat që kom rrije me shku në për darsma në për shpia, që jo më bënë do farë bloka ullëshëm, u koni farë lezeti, e në konë do tradita që janë të munu mi hu, po që janë shumë të mira, që unë i vrej shpesh herë në diaspor ku shkoj, shqiptarë, sidomos shqiptarët në Kraci, i majnë shumë traditat e vjetra se na që jemi këto. Do me thonë, e majnë halo edhe atë traditën që ka hy një plak edhe një plak për para dhe kanë bo hajgare mas darsmës, atje zhvillohet halo. Do me thonë, shumë tradita që na të janë të haru. Po, na du të me jetës me kohën, e kuptoj, apo kuptoj, po jo me munu me bonë për para i zgjedhe të ke fundit traditat se qatë pami. Po, jo, që ajo pami, atë për tu... Dhe model, po, kjo sinqeresht, unë edhe vetë personalisht nuk është se kisha mujtë me boni që si s'kene, po këtash kjo... S'kisha mujtë as me pa, ata janë të rrimë, të dashuruar, po do rrimë po qefin e Heda po thot që nuk i ka qef dasma të mdoja, kuftë kësmet në herën mu martuna me naj dasëm të madhe, kështë që di që
Hiç më stani. Në dasmat si duhet, që ama si vjetë kom qenë... Valla, nëse martonare dush me ardha. Jo, që më kam pengu për shembull në për dasma që i kom pa në për Kosovë. Okej, nusja është nusja, edhe duhet me qenë ylli mbrëmjes. Po për që në qohen gratë nga 7 herë me ndru fustanat, vla, unë e dikush me ma shpjegu, dikush këtë se marove. Adet, halo, egzistu sa? Do me thonë, nusja në kana gjegj minimalisht. Për nusën, kana gjegj në dashma. Ratë e tjera, mëre me të tjera. Edhe nuset e tjera që jënë në kana gjegj. Ndrojnë deri minimalisht. Sa e ndrojt nusja, ja dojnë një ren edhe që tjerat. Ska sa të dashma me Kosovë. Vesh mi kalzu Investime që i kam bu, do me thonë që ajo se ka qef tash vira. Vira i ka për qatë dalom, pezo, kushtimisht 2-3.000 euro për to, nëse i ka është punimi dorës, unë kom punu vetë, mami jam ka punu vetë me daloma, e di që është punun edhe sa kushtojnë, jënë shumë të shtrajta. Tash ajo normal që nuk ja blene me Leonusja mi dal me mineq, aja ka ble për mi apo dikush, ajo ja presion. I thot vishe se jenë tu i veshën kana, gjatë zakonisht vishën këtu. Ose për me reklamu. Fillim që unë nuk i veshi, mës mi ble edhe je shumë okej. Ama mi ble edhe për një me është investim shumë i madh, edhe mës mi vesh, apetim pak është edhe gjuna. Që për shamu në anën e Dugagjinit, ku jam unë e martume, nuk veshën hiç dalomat, veshë akatunit. Po, veç atje për një parë qarapa 3.000 euro. E di, po tash ajo është da me majt mas njëna, se edhe verës është tepër e nxehtë. Po si të që tjetë që asë po mu me arsëtu, nuk po mu me arsëtu për një me edhe unë e musafiret. Musafiret e musafiret. Një shku nuk knaqën darë, jo, nuk është vetëm ajo. Mu po m'duket diçka tjetër. Mu po m'duket sikur po i bëjnë garë nusës. Në me dhënë, për qesin nusën në plan 2. Ardiana gjithmonë, mas darës nësë ka mu flitë. E pe që ka veshi ku regullu, të kush e kishë bo fustanin, ku i bo një flokë. Do me thënë po jetojnë për të tjerët. Unë e zdi që ja ka marrë menja me dalë me ata fustana. A e pe atë tjetërën. Shumë po shkoj po ndrona. O, nuk e di. Unë e kom qenë si mirën edhe në tetojnë i kishë gjithë dhëmë. Dini me kalzu për vojën teme. Unë e darsma si duheq. Gjithmonë e kom konsideru që kur kom shku dikun darsëm, i kom bo nerë unë ati që kom shku, se jo ata që më kam thirë. Si vetë kom qenë darsëm qeli klipës, ka qenë një darsëm me skenar, darsëm sin në për filmat Hollywoodit, deri që të martot lyra, unë mos kom shku në darsma. Okej. Se s'du me aprishë vete qatë me Lyrë, skenarin, skenariste, O, krejt hasë. Agnesën e kemi producent të dasmës. Une me të bo humër, ta garantoj. Unë është timi lejmin me të knu. Jo që është kjo varë punet, jo që egziston plani për më martu, unë e veç atim plani. Kurdo që të ndodhë. Kurdo që të ndodhë, Milaimin është ti me të knu. Pa me rakë. Në nëzire lajmi në shukësit nesër Gonxha, që ta bombardojnë Kur martohet lyra. Gjë nuk ka rejmi shumë vizë. Nejse, do më thonë pedim mendimet që e po në video në pishohim, do asma të kuptojnë a kush kena qef me shku, kur s'kena qef me shku, mu më pëlqenjë, edhe mu valla unë e knaqnë. Apo dalim tash pak, po edhe te do gratë tjera të bukura te Victoria's Secret Fashion Show. Para pas disa vite shpa